Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO kanë dënuar ashpër dhunën dhe incidentet gjatë procesit zgjedhor të mbajtur në Kosovë. Bashkimi Evropian përmes zëdhënëses Maja Kocianinç ka theksuar se dhuna që shpërtheu në veriun e Kosovës e prishi procesin zgjedhor që u mbajt në pjesën tjetër të vendit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka thirrur një tjetër takim mes kryeministrave Thaçi e Daçiç, që më shumë gjasa do të mbahet ditën e mërkurë në Bruksel. Bashkimi Evropian pritet të dalë me qendrim zyrtar vetëm pas raportit të misionit vëzhgues, i cili do të publikohet të martën paradite. Edhe anullimin e mundshëm të votimeve në veri, Brukseli për momentin e cilëson si spekulim. Ndërkaq që ambasada amerikane në Prishtinë ka deklaruar se bashkësia ndërkombëtare nuk toleron përpjekjet për prishjen e procesit demokratik dhe pengimin e qytetarëve në përzgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në mënyrë të rregullt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës theksojnë gjithashtu se këto zgjedhje treguan që Kosova është në gjendje të organizojë zgjedhjet e ardhshme në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me aspiratet e saj evropiane. Më i ashpër në reagimin e tij ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen, i cili deklaroi: I strongly condemn the attacks on polling stations in North Mitrovica. Dënoj ashpër sulmet në qendrat e votimit në veri të Mitrovicës. Dhuna dhe kërcënimet nuk mund të tolerohen. Trupat e KFOR-it ndërhyn menjëherë pas kërkesës së bërë nga EULEX-i, ku së bashku vepruan shpejt në zonë bashkë me trupat rezervë. Trupat e KFOR-it gjithashtu siguruan zhvendosjen e sigurt të kutive të votimit. Zgjedhjet janë një element i rëndësishëm në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Beogradit. Dhuna nuk duhet të pengojë progresin e arritur deri tani në dialogun Prishtinë-Beograd. KFOR do të vazhdojë të jetë prezent në Kosovë për të siguruar paqen dhe stabilitetin në vend. Nisur nga incidentet në veri, Rasmussen përjashtoi një reduktim të trupave të KFOR-it, një mas kjo e planifikuar që vitin e kaluar, pasi të dy shtetet kanë shprehur nevojën e trupave të KFOR-it që të mund të arrihet një zbatim sa më i shpejt i marrëveshjes politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.